Rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që namazin e Bajramit e ka falur në musalla, që do të thonë vend i hapur jashtë banesave dhe jashtë banimit, do të thonë të njerëzve. Ka urdhëruar që të dalin për namaz të gjithë njerëzit dhe siç transmeton Ummu Atiyya radhiyallahu anha, thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që të dalim të gjithë për Bajramin e Fitrit, Bajramin e Ramazanit dhe Bajramin e Kurbanit, të dalin edhe gratë, edhe madje edhe ato që janë me menstruacion, dhe po ashtu vajzat e reja që nuk kanë dalë prej shtëpisë së tyre. Ato që janë me menstruacion nuk e falin namazin, mirë po prezantojnë në këtë mirësi dhe në duat të cilat i bëjnë muslimanët. Thot ajo, i thash o i dërguari Allahut, nëse në njëra prej ne nuk ka mbules, nuk ka xhilbab, si të veproj, ka thënë litulbisha ukhtuha min xhilbabiha. Ka thënë le të jap motra e saj, do të thënë një prej motrave le të jap një xhilbab dhe le të dalë për të prezantuar në namazin e Bajramit. Hadith që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Po ashtu transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, thot se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dilte në ditën e Bajramit të Ramazanit dhe Bajramit të Kurbanit në musalla. Dhe aty, pra ky është hadith muttafaqun alayhi. Falet vetëm namazi i Bajramit, nuk ka sunet përpara ose sunet mbrapa, por mblidhen njerëzit në musalla vetëm për ta falur këtë namaz që është i ligjshëm në shariat. Muslimani duhet kur të dalë për namazin e Bajramit të pastrohet, parfumohet dhe t'i vesh rrobat më të mira që i posedon për ta shfaqur kështu dhuntinë e Allahut dhe falënderimin e mirësive të tij. Gjithashtu është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pas namazit sabahut dhe para daljes për namazin e Bajramit në shtëpi njeriu të haj hurma, siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dhe thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk dilte për, do të thënë, ditën e namazit, ditën e Bajramit të Ramazanit. Nuk dilte deri pa ngran hurma. Hante hurma tek, do të thënë me numër tek. Transmeton Buhariu. Gjithashtu prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që për namazin e Bajramit shkohet në një rrugë dhe kthimi të bëhet në një rrugë tjetër, siç transmetohet nga Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur kthehej prej namazit të Bajramit e ndryshonte rrugën.